kandidatin për nënkretar të kuvendit, e ka propozu Dimal Basha atë kandidat. Do të nuk e thot askun atak gjykim. Dhe mendoj që arsyeja pse gjykata nuk e ka nxjerr deri më tash atë gjykimin dhe nuk e ka marrë masën e përkohshme, është se po pret që të shpërndahet kuvendi dhe pastaj thotë që nuk kemi më objekt të shqyrtimit. Po ju po besoni që zgjedhjet janë të pashmangshme. Që në këtë rast nuk e di a është e gjashme kështu, mendoj, po deputetët mund me kriju rast duke nuk e di a e bëjnë. Po ata mund me thonë që na jemi shpërndau se na është marrë mandati padrejtisht. Se me thonë në këtë situatë. Jo, nëse gjykata mundet mos me trajtu fare lëndën e listës serbe. Siç ka bërë për shembull në rastin e presidentit Thaçi për zgjedhjet në Podujev, ku dolën pasi që zotri Thaçi dha tërheqje prej postit presidentit dhe e mbajtën atë lëndë gjatë dhe pastaj thanë që nuk kemi më objekt për shkak se zotri Thaçi nuk është më president i vendit dhe nuk e trajtuan fare lëndë. Kjo mendoj që është një veprim kalkulim i gabum nëse e bëjnë këtë, po supozoj se nuk e di çfarë do të jetë vendimi dhe as nuk kam informata që kjo do ndodh. Po kjo është një mundësi proceduralisht, çfarë do të bëjë presidenti nesër? Nëse gjithçka ka qenë e lidhshme, duhet që brenda zgjedhjet të shpallen dhe ato të mbahen jo më lart se 40 ditë nga sot. Që i vjen cila datë? Pra edhe për cilës ku njën, domethënë numëron për sot? Nga sot deri me 28 dhjetor, ku është e diella e fundit. Po është afati i fundit. Po, më së shumti, më së largit duhet zgjedhjet të marrë me 28 dhjetor, dhe nuk ka asnjë mundësi që ato të shtyhen për te këti afati. A ka obligim me konsultu partitë politike për datën? Duhet të konsultuon partitë, se bashkë me partitë vendoset një datë e përshtatshme kur do të bëhen zgjedhjet dhe kjo datë duhet të jetë sa më e largët për shkak të procesit zgjedhor i cili akoma nuk është më mbyllur për zgjedhjet lokale. Që po i vjen për caktë kemi 28. Do të jetë shumë siduese për KQZ-n që të caktu tamon me 28. KQZ-ja ti organizoj këtu zgjedhje do të jetë shumë sfiduese, për shkak se është duke kaluar procese. Alo është proces zgjedhor. Proces zgjedhor. Po duke kanë kurdis tamon, ama kanë kurdis tamon. Ç'më më thon? Fiks miro me 28. Po presidenti si çdosh na shtamë na befasu. Po ndyshe presidenti sonte me thirr KQZ-n edhe me diskutu përgatitje sa kohë vyn, nesër mëngjes me thirr partitë edhe në drejt me shpall datën e zgjedhjeve, mënyrë që të mos humbet kohë. Nuk ka nevojë as një ditë më humbë më shumë. Duke po fjalimet kuvend, ato kanë fjalimet fushatës zgjedhore, prej kryeministrit e gjithë të tjerëve ishin fjalime drejtuar për fushat. Po kjo arsyeja pse po shkojmë zgjedhjet thotë. Unë mendoj thellë që Lëvizja Vendosje po refuzon me pranu rezultatin e zgjedhjeve të shkurtit, po do të kthyen as shkurtin tjetër të 14 shkurtit ku ka pas shumicë parlamentare. Dhe këtu e vrenit thot edhe në fjalimin e zotrit Tehuran Murati, kur thot pritshëm i respektim individual të deputetëve. Thot nuk po don me ndo pushtetin, nuk po don partner të koalicionit, ku ndahet, po don deputet individualisht që do të vyjnë në lëvizjen e vendosje. Shkurti i 2021-s, pra 14 shkurti, nuk i garanton një gjatësi, se mos ne vjen presidentja ku duhet 80 vota, e prapi vyn bashkëpunimi, për që tha Dugi, tu nuk o problemi neni kaq, alineja kaq, është edhe vullneti. Por nëse ti s'ki vullnet, ti s'mundesh me majt edhe nësi i merë 50%, pra. Edhe nësi i merë 56 deputet, prap nuk i ki 80 deputet që të mundësojnë mos me shku në zjedhe edhe një herë. Sot do thot nuk ka dështu zotri Konjufca, por Albin Kurti nuk ka pas interesim që zotri Konjufca të ketë sukses. Për shkak se ai po don të metet kryeministër në detyrë, edhe kur shkojmë në zgjedhje, nuk don ta lëshoj postin e kryeministrit. Dhe kjo nuk po i duhet as për zgjedhjen e presidentit, ai paralajmëroi edhe një parë zgjedhje, të cilat do të vinë pas dështimit, ku ai po supozon që të ketë dështim për zgjedhjet të presidentit. Dhe kjo mund të na çojë një skenar akoma më ogurzi që po shtrohet në këtë tavolinë, edhe që po pretendohet si sukses i opozitës që e ka ndalë, nuk mendoj që e ka ndalë. Kjo është vetëm rrugtim i çatij plani që është mendu, ku ne kemi përfunduar në një situatë ku nuk kemi qeveri. Është një qeveri gjysmë legjitime, vetë po mendoj. Është ky plani Albin Kurti. Jo, çfarë plani? Mos ja ngarkoni vetë sukses. A të shpjegoj planin, mandej thotë zotri Kurti mbetet kryeministër në detyrë. Këtë ka pas për synim. Nuk ka pas për synim ta ketë. Për synim ka pas më bëu kryeministër edhe një. Konjufcën ta ketë si kryeministër të suksesshëm. Se s'ka pas një përpjekje për këtë gjë. Do të asnjë takim as gjë serioze. Presidenti Osmani s'ka dhënë mandati, do thotë mars e përfundon. Zotri Basha bëhet ushtruesi i detyrës së presidentit, nëse nuk bëhet ndonjë ndryshim me zonën Haxhiu.
Ne do të hymë në një cikël të blokadave dhe të zgjedhjeve të njëpasnjëshme, siç e kemi pa në Bullgari për shembull, ku dështohet për zgjedhje presidenti, shkojmë edhe një herë zgjedhje. Dhe vitin tjetër i përfundon 2 anëtarëve të gjykatës kushtetuese edhe mandati. Vitin tjetër Albin Kurti jo në opozitë, fillim viti tash, po të siguroj. Nuk e di. Është në opozitë. Kështu që me që këtë dështimet më smia llogarit si plan Albin Kurti. Albin Kurti ka pasur një kryeminist. Tregoj çfarë mendoj që është plani. Në situatë ku nuk kemi as gjykatë kushtetuese dhe më askund nuk keni ku me mujt me apelu këto vendime. Viti tash pastaj 2027 përfundojmë, do thotë 2027. 2 anëtarë fund vitit tashëm, po e përfundojnë 2 anëtarë gjykatës kushtetuese dhe nuk ka quorum. Gjykata nuk mund të marrë vendime. Nuk kemi krye prokuror, se e kam bllokuar se s'piu pëlqen personalisht. Nuk kemi kuvend, nuk kemi një qeveri gjysmë legjitime, po e quaj. Dhe këtu mbetet vetëm një njeri me këtë pushtet gjysmë legjitim që është Albin Kurti. Dhe ai pastaj dikton këtë rregullat. Kërkon në shtrim pastaj. Albert, edhe ideja e krijimit të krizës edhe të shantazhimit të krejt popullsisë, të krejt elektoratit, që o të më bëni mua dhe të më jepni pra 51%, o askush. Kjo është shantazh. Kjo është shantazh që e tha, për mu lidh edhe me burimin. Kjo s'do të funksionoj, unë jam i sigur që s'ka me funksionu dhe ka dalë, kjo ka me pas erozion. Po e ka mekanizmin dorë që të shantazhoj deri në fund. Lokale nuk i funksionoj. Që të shantazhoj deri në fund. Ata kryetarë që zgjedhin e që në partisë teme, s'kam i dhënë buxhet. Sigurisht që për taktikat e opozitës, a u dashur ta zgjedhin Albulenën ajo, a ka qenë e farfitore pse nuk u zgjedh Albulena ajo, aty kam dyshimet e mia, domethënë. Ato u dashur sepse na kemi ardhur në njëjtën pozitë tash me këtë Serbin që kemi zgjedh nën kryetar, domethënë po e krijojmë një farë praktike që dihet që i takon pozita e parë atit që është i pari, po ka shumicë, edhe kjo një zgjidhje, domethënë për mua personalisht problematike, po kjo është edhe praktika dhe interpretimi i gjykatës kushtetuese. Po tash çështja është ne do t'i kallëzojmë partisë të parë kush do të jetë kryetari i kuvendit dhe do t'ju tregojmë tash edhe sërbet se kush do të jetë kuvendi. Ju tregon mesin e 9 aty në deputetëve të cilin. Po cilit po ti s'pe zgjedh asnjë. Se që nuk mundesh në shkutë të sepse e ke kriju precedanin, e ke kriju dhe me Kadri Vucelin kër e ke bloku ma herët, po ti po krijon precedent. Unë mendoj që nuk u dasht, sipas mendimit tim, me këtë zgjidhje kushtetuese, kur ta ndrojmë, se nuk janë të shajta këto, që janë as Kur'an as Bibël, ne mund tulemi. Po derisa janë të fuqi ne duhet t'i respektojmë. Kështu që pajtohemi, s'pajtohemi, ne duhet bëjmë përpjekje mi respektu. Nuk po ecë, ne duhet të shtulemi gjithë bashkarisht, shohim çka s'po ec, çka s'ka ec deri tash. Por çështja është se ne po e krijojmë një precedent që pastaj po është vështirë me majtë deri në fund. Ne domethënë u blloku vendi, nuk u votojshin propozimet e grupit